Kanë mbetur edhe pak ditë afat për formimin e qeverisë, ndërsa ende mbetet situata e paqartë. Nga gjykata kushtetuese nuk ka dalë me një njoftim se çfarë po ndodh me kërkesën e listës serbe. Kjo e fundit një javë më parë kishte dorëzuar një ankesë në kushtetuese lidhur me zgjedhjen e nënkryetarit të kuvendit nga radhët e komunitetit serb, duke pretenduar se janë shkelur kushtetuta, rregullorja e punës së kuvendit, si dhe një akt gjykimi më parshëm i gjykatës kushtetuese. Gjithashtu kishte kërkuar vendosjen e një mase të përkohshme për të ndaluar veprimet antikushtetuese që mund të shkaktojnë dëme të pakthyeshme. E nga kabineti i kryetarit të kuvendit Dimal Basha nuk kanë ndonjë informacion për caktimin e datës së seancës së kuvendit ku pritet të votohet kabineti qeveritar. Ditë më parë, i mandatuari për formimin e qeverisë Albin Kurti ka thënë nga Londra se ende nuk i kanë krijuar numrat. Ka lënë të nënkuptohet që seanca që ka afat të mbahet deri të dielën mund të mos prodhojë një kabinet të ri qeveritar, e si alternativ ka përmendur zgjedhjet. Ndonë se javën e kaluar ai kishte paralajmëruar takime dhe përpjekje për krijimin e numrave, duket se një gjë e tillë nuk ka ndodhur, së paku jo publikisht. Kosova kishte mbajtur zgjedhjet parlamentare më 9 shkurt, ndërsa nga 15 prilli deri më 10 tetor nuk kishte arritur të konstituonte kuvendin.